Si rezultati një hetimi disa javor me metoda speciale, dokumentohet veprimtaria kriminale një 25 vjeçari të implikuar në prodhim shitje narkotikësh. Ai arrestohet nga policia si dhe i sekuestrojnë 10 doza kanabisi që posedonte me qëllim shitjen. Sipas njoftimit të policisë, seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Fier, pas një hetimi disa javor me metoda speciale, në koordinim me prokurorinë e Fierit, finalizoi operacionin policor shëtitësi, në kuadër të cilit u kap dhe u vu në pranga shtetasi MB, 25 vjeç banues në Fier. Gjatë periudhës hetimore u provua se ky shtetas ishte i përfshirë në veprimtaritë kriminale të prodhimit dhe shitjes së lëndës narkotike kanabis sativa në lagje të ndryshme të qytetit të Fierit. Gjatë kontrollit fizik, 25 vjeçarit ju gjetën 45 doza kanabisi, të cilat ju sekuestruan bashkë me një automjet, një motomjet, 2 celular dhe shumë aparash të dyshuara të përfituara nga shitja e lëndës narkotike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.